Padyshim që procesi penal ka një dinamik ndryshe nga çështjet civile. Procesi penal, çështjet penale kanë një diçka të cilën duhet t'u sqaroj. Kur ju thirrin në komisariat apo në prokurori për të dhënë një dëshmi të caktuar pa avokat, padyshim që duhet keni shumë kujdes. Duhet keni shumë kujdes në deklaratat që ju bëni, sepse ato deklarata nesër ju mund t'u kthejnë kundër, pra mundet t'u vetë akuzojnë. Dhe kjo është një procedurë e cila jo pak ka penalizuar shumë qytetarë të cilët kanë shkuar në komisariat, kanë shkuar përpara oficerit policisë në prokurori ose përpara prokurorit, kur janë pyetur, janë vetë inkriminuar për gjëra të cilat ata kanë patur dieni e kështu me radhë. Kështu që kjo është një këshill shumë miqësore për ju të dashur miq, sepse më pas kur vetë inkriminohesh dhe kur të ndërtohet një akuzë penale për ato që ti ke deponuar, që ti ke deklaruar përpara oficerit të policisë, atëherë ti padyshim që duhet të shkosh tek një avokat. Por nëse ti ke deklaruar dhe je vetë inkriminuar përpara oficerit të policisë dhe prokurorisë, atëherë avokati e ka të pamundur që të rregullojë ato që ti ke deklaruar. Kështu që do të keni shumë kujdes, do të bëni shumë kujdes kur ju thirrin në komisariatet e policisë, kur ju thirrin në prokurori e kështu me radhë, sepse kodi ynë i procedurës nuk e ka të detyrueshme që kur shkon për të deklaruar, për që thirresh nga oficerët e policisë, do të shkosh me avokat. Dhe kjo është një problem shumë i madh nga pikpamja e procedurës, sepse jo të gjithë qytetarët kuptojnë nga ligjet dhe kuptojnë nga procedura dhe padyshim nuk ja dinë edhe rëndësinë dhe mund të vetë inkriminohen. Gjithsesi, kjo është diçka të cilën ju duhet ta kujtoni sa herë thirreni në komisariat, sa herë thirreni në prokurori, nuk duhet të flisni shumë, nuk duhet të flisni për gjëra të cilat ju nuk i dini mund të heshni, sepse ndryshe ju vetë akuzoheni dhe pastaj lisin telashet penale për ju. Kaq për sot.